zhvillim e shtesë ka ky vlerësim. Për sa i përket volumit të punës, gjatë vitit përgurje posaçme ka hetuar gjithsej 871 procedime penale, krahasuar me vitin 2024, volumi i punës së SPAK-ut është shkritur me 4.9%. Nga arriti domethënëse të vitit 2025 është dhe rritja e rolit proaktiv të prokurorëve të posaçëm. Në krahasim me vitin 2024, ky raport është thuajse dyfishuar nga 19.8% të çështjeve në vitin 2024 në 37% në vitin 2025. Nëse do t'i referohemi efektivitetit në hetim për vitin 2025, raporti mes procedimeve penale të reja, të regjistruara që është 294 dhe çështjeve hetimeve të përfunduara që është shifrën 216, ka pësuar një rritje për 7%. Për sa i përket efektivitetit në gjykim, ka mbetur në nivele të qëndrueshme gjatë periudhës 2021-2025. Krahasuar me vitin 2024, totali i vendimeve të gjykatës së posaçme është shkritur lehtë me 5.5% nga 72 në 76 vendime, duke reflektuar stabilizim të volumit të çështjeve të përfunduara. Vendimet e fajësisë përbëjnë rreth 87% të totalit, 66 nga 76, ndërsa vendimet e pafajësisë janë rreth 30%, 10 nga 76, duke treguar nivelin e lartë të efektivitetit të përgurjes posaçme në fazën e gjykimit. Gjatë vitit 2025, numri i rekurseve të paraqitur në kolegjin e të gjykatës së lartë për çështjet e hetuara nga SPAK-u është shtullur ndjeshëm me rreth 63% nga 87 në 32. Për këto çështje, gjykata e lartë ka shqyrtuar dhe marrë 59 vendime përfundimtare, ndërsa një vendim është marrë nga gjykata kushtetuese. Sa i përket masave të sigurimit, një vend qendror në veprimtarinë tonë zë politika penale aplikuar përmes masave të sigurimit. Politika penale gjatë vitit 2025 është udhëhequr nga parimi i proporcionalitetit dhe i nevojës, duke konsideruar arrestin në burg si mjetin e fundit të sigurimit personal. Kështu, krahasuar me vitin 2024, masa e sigurimit arrest në burg ka pësuar rënje si në vlerë absolute me rreth 53.4% nga 236 raste në vitin 2024 në 110 raste në vitin 2025, ashtu dhe në raport me numri total të masave të aplikuara nga rreth 61% në vitin 2024 në 39% në vitin 2025. Për totalit të rasteve për vitin 2025, rreth 3.45% e tyre lidhen me vepra penale të korrupsionit, ndërsa 21.14% e totalit të tyre lidhen me vepra penale të krimit organizuar. Në terma numerik, nga 434 persona në hetim në vitin 2025, janë hetuar me masën sigurimit arrest në burg, gjithsej 110 persona të arrestuar dhe 65 persona të tjerë në mungesë. Për veprat penale të korrupsionit është zbatuar masa e sigurimit arrest në burg vetëm për 15 persona të arrestuar dhe 5 të tjerë në mungesë. Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, përfshirë dhe atë të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike dhe sistemin e drejtësisë mbetet një fenomen shqetësues, i cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në këtë drejtim, SPAK ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Ky aktivitet i shtuar reflektohet në dërgimin në gjykatë të 24 procedimeve penale me 124 pandehur për korrupsion jo të nivelit të lartë, si dhe 10 procedime me 13 pandehur për vepra penale të korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. SPAK ka vijuar me vendosmëri hetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë me 6 procedime të reja dhe 69 persona të tjerë në hetim. Nga 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë në hetim gjatë vitit 2025, rreth 50% e tyre, numri 18 janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim. Rreth 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë, duke treguar qëndrueshmëri dhe efektivitet në ndjekjen e nivelit më të lartë të administratës publike. Për sa i përket luftës kundër krimit organizuar gjatë vitit 2025, edhe pse numri i hetimeve që lidhen me krimin organizuar është më i ulët krahasuar me vitin 2024, numri i çështjeve të përfunduara për këtë kategori ka shënuar rritje me rreth 3.4% nga 58 në vitin 2024 në 60 në vitin 2025. Të dhënat krahasuese për periudhën 2024-2025 tregojnë gjithashtu një rritje me 11.5% të personave në hetim dhe 36.6% të personave të dërguar për gjykim, çka tregon një orientim më cilësor të hetimeve dhe strukturave më të gjera dhe më të organizuara kriminale. Për sa i përket hetimit financiar dhe pasuror, sektori i hetimit financiar ka shtruar funksionin me 12 hetues, ndërsa vijojnë procedurat e rikutimit edhe për 4 të tjerë,
procedurë e cila është në fazën e procesit të vetingut të punojësve që janë detyruesve që janë kualifikuar. Një rritje që duhet ndëzuar është dhe rritja e efikasitetit të këtij sektori, i cili tashmë operon me një rrjet të zgjeruar aksesi në 22 databaza shtetërore dhe private. Kjo ka mundësuar që të hartohen profile financiare personave në tim, duke zbuluar skema komplekse të pasrimit parave, të përdorimit nga persona të tretë të parave që përbëjnë produkteve penale, transferit e dyshimit të jashtëtetit. Gjatë këtij viti kemi vijuar të zbatojmë parimin e ndjekjes së parave paralelisht me hetimin penal dhe vlerët e sekuestruara dhe të konfiskuara gjatë këtij viti arrin shifrën prej 45.4 milion euro, ku përfshihet dhe sekuestrimi i kriptovalutave me vlerë ekuivalente prej 14.5 milion dollar ose rreth 12.4 milion euro. Sa i përket çështjeve që lidhen me zyrtarët e lartë, vlera e pasurive të sekuestruara është në shifrën 1.1 milion euro, ndërkohë që vlera e pasurive të konfiskuara për këtë vit ka qenë në shumën 100.000 euro. Për sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar, SPAK është tashmë një partner i besueshëm për agjësitë si Eurojust, Europol, agjësi të tjera të zbatimit të ligjit, duke përfshirë dhe FBI dhe DEA. Gjatë vitit 2025 janë trajtuar 95 kërkesa për ndihmë të ndërsjellët juridike të ardhura nga autoritetet e huaja, prej tyre janë ekzekutuar 68 nga 27 kërkesa për ndihmë juridike, të dërguara në fund të vitit 2025, të cilat janë në fazë ekzekutimi. Krahasuar me vitin 2024, në vitin 2025 kërkesat për ndihmë juridike nga jashtë u rritën me 35.7%, ku zgjatja e ekzekutimit të tyre luhatet nga 2 javë minimumi deri në 6 muaj maksimumi. Për nevojat e hetimit janë përpiluar 156 kërkesa për ndihmë të ndërsjellët drejtuar autoriteteve të huaja të vendeve europiane, të rajonit si dhe vendet e Amerikës Latine. Nga totali kërkesave të transmetuara autoriteteve të huaja, kanë ekzekutuar 55 kërkesa për ndihmë juridike, 3 janë ekzekutuar pjesërisht dhe 97 të tjera janë në fazë ekzekutimi. Ndërsa pjesëmarrja në skuadrat e përbashkëta hetimore mbetet një element thelbësor për hetime transnacionale. Në vitin 2025 janë krijuar 6 skuadra të përbashkëta hetimore dhe është dakorsuar me autoritetet e huaja për krijimin dhe 6 të tjerave. Kanë vijuar gjithashtu hetimet për 26 skuadra përbashkëta hetimore aktive të krijuara gjatë viteve 2020-2025. Për sa i përket bashkëpunimit me institucionet publike, sa i takon këtij bashkëpunimi është shënuar një përmirësim relativ gjatë vitit 2025, kështu hetimet e filluara me referime nga Policia e Shtetit janë rritur në masën rreth 70%, ndërsa hetimet e nisura nga referime nga institucionet publike kanë shënuar një rritje me rreth 15%. Nga ana tjetër, hetimet e filluara me kallëzim nga subjekte politike dhe persona juridike kanë pasur një rënje përkatësisht me 50% në 75%. Për 1 janarit të vitit 2025, SPAK ka marrë dhe kompetencët e ish komisionerëve publik, drejtuesi prokurisë dhe 2 drejtues të seksioneve kanë trajtuar 41 ankime të pashkëputura, duke përfunduar 32 prej tyre pranë kolegjit posaçëm apelimit ose në 68% në vlerësimin me përqindje. Janë zhvilluar gjithsej 107 seanca gjyqësore për këtë proces, duke garantuar pasërtinë e figurës në sistemin e drejtësisë. Sa i përket menaxhimit të çështjeve, Prokuria e Posaçme gjatë vitit 2025 vijoi zbatimin dhe konsolidimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve me synim aktivizimin e plot të moduleve, rritjen e efikasitetit dhe gjenerimin e statistikave në kohë reale.